janë 200 shtete. Me 200 shtetet brenda 4 vjeçarit do shikosh që të gjitha shtetet do jenë duke pritur çfarë do thotë Trumpi, jo departamenti i shtetit. Nuk do të ekzistojë më departamenti i shtetit ashtu si kur ka qenë dikur. U shpallje non grata, u prishte bota rreth teje. Nuk ekziston më kjo gjë. Kjo është një gjë shumë më mirë për Sali Berishën, por është akoma më e mirë për Edi Ramën. Prandaj nuk të jap përgjigje në rast se do shpallet edhe ai non grata, pra Edi Rama, sepse Trumpi nuk do të mbajë një linjë të tillë ekstreme. Mundet ta ketë të konservuar për shkak se është politikë shtetërore, pra mund ta japi të 2-3 veta kështu sa për me treguar që unë po e vazhdoj këtë trashëgimi, por Trumpi po bën një politikë tjetër tej personale në linjat e tij deri në mandatin të përfundimtar që do mbaroj për 4 vite të ardhshme. Që do të thotë për gjithë politikanët shqiptar, oqeani nuk varet më nga departamenti i shtetit amerikan. Ato që ju thënë këto pradhat, ju thënë t'ju bindin edhe t'ju bëjnë gjëra të tjera të cilat do të shikojnë në të ardhmen. Por unë ju them të vërtetën, dhe kjo është e vërteta, departamenti i shtetit amerikan ka mbaruar me ardhin e Trumpit dhe çdo gjë dhe çdo mesazh që do të dëgjoni nga ambasada amerikane është drejt për së drejt linja Trump. Duke qëndruar te kjo linjë e Donald Trump, a mendoni se vetë presidenti amerikan mund të merret direkt me çështjen e aferës McGonigal, ku dyshohet si përfshirë edhe kryeministri Edi Rama, duke përmendur këtu faktin që McGonigal është përfshirë edhe në goditjen ndaj vetë Donald Trump? Se pikrisht fshihet pas kësaj George Soros. Duhet keni parasysh diçka. Lufta në Amerikë është midis Trumpit dhe Sorosit. Trumpi do të kalojë një politikë jo vetëm shtetërore, po një linjë të qartë të tij dhe në shtetet të tjera, sepse Trumpi do të bëhet një ndër më të fuqishmit se Sorosi, por nga politika konservatore amerikane të republikanëve, që do të thotë, ta marrim me radhë. Rasti i skandalit me Goligan, Trumpi ka vendosur personin që ka akuzuar Edi Ramën si gazetar dhe ka vendosur shef të atij të departamentit për të zgjidhur përsëri rastin e këtij të korruptuarit. Që do të thotë, ky amerikan i korruptuar, pse është korruptuar nga institucionet shqiptare ose nga biznesmen shqiptar? Çfarë do të përfitonte? Dhe pse këto biznesmen që janë goditur pikrisht nga krau i djathtë dhe jo i majt? Përse këto politikanë që janë goditur vetëm nga krau i djathtë dhe jo i majt? Dhe janë goditur të majt ato që ka dashur rrethi dhe obori i Partisë Socialiste dhe jo ato që duhet të ishin konkretisht për shkak të marrëveshjeve apo të skandaleve të errta të së shkuarës. Por sekreti i kësaj është ku fshihet Sorosi, normalisht do goditet, sepse pikrisht Sorosi fshihet në Tiranë, fshihet tek Partia Socialiste, fshihet tek çdo deputet i Partisë Socialiste, i cili nuk e ka fituar betejën zgjedhore me meritokraci, po e ka fituar betejën zgjedhore nga USAID-i, nga Sorosi dhe nga institucionet të tjera të cilët janë jo të pavarura, po janë drejt për së drejti Stoiç apo departament apo deg i Partisë Socialiste në pushtet. Sa rrezikon kryeministri Edi Rama që të merret dhe të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht për këtë çështje sa i përket aferës McGonigal, për të cilën ka aluduar shpeshherë edhe kryedemokrati Sali Berisha, i cili është shprehur se kryeministri Edi Rama më 11 maj nuk do të jetë kandidat për kryeministër, po do të jetë si dëshmitar në zyrat e FBI-s. Unë ju thash që zarfi është shumë i qartë.
dy janë mesazhet. Ti e zgjedh mesazh. Pra, janë dy alternativa, ti mund të zgjedhësh edhe diçka tjetër, po përgjegjësia është individuale. Pra rikthejmë aty çfarë ka thonë kryeministri i vendit për rastet e të korruptuarit për Partisë Socialiste, që as bëjmë avokatin, por as dhe nuk marrin përgjegjësi se përgjegjësia është individuale. Dhe ky Zarfi thot dy gjëra. 2025 në maj, si vetëm, si jo, prap ti nuk je kryeministër, që unë e kuptoj shumë qartë që ti duhet të jesh dëshmitar. Çfarë duhet dëshmosh është e drejta jote, por duhet kesh parasysh që dëshmia mund të marrë një përmas tjetër, një qasje tjetër e cila mund të shkaktojë dhe një problem individual, sepse kemi të bëjmë me një shtet që ka tjetër procedurë penale, ka tjetër kod penal, ka tjetër marrëveshje me drejtësinë dhe nuk është drejtësia e cila ti e merr nga mjesi deri në darkë, e thua e bëj unë, darkë e thua nuk e bëj unë, pastaj thua ky është i mirë, ai është i keq, fillon të diskriminon njerëzit pa kufi, fillon bën sikur je vetë mbret këtu, sikur nesër ti jeton edhe nesër nuk jeton asnjëri tjetër përveç teje dhe normalisht ti je vetmi këtu, pra ky është abuzim. Normalisht të gjithë kemi jetesë, kemi familje, kemi gjithçka. Zoti Rama besoj se nuk po mendohet që ka pas ka familje. Gjithsesi është halli personal i tij. Për sa i përket Shqipërisë dhe shqiptarëve, duhet kuptojmë qartazi që në rast se hapet ai skandal i madh, ekstradimi është i sigurt. Nuk e di a do të marrë vendimarrje ndonjë agent i FBI-s të marrë Edi Ramën, por jam i bindur që në rast se merr Edi Ramën, merr gjithë Shqipërinë përpara. Nuk e di a do të riskoj linja Trump vetëm apo departamenti amerikan të bëjë një goditje ndaj Shqipërisë, sepse në rast se do të bëjë ndaj Shqipërisë, do të bëjë edhe ndaj Kosovës dhe kam frikën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kuptojnë qartësi edhe ato, edhe ne vetë si qytetar, që në rast se bëhet një ekstradim i mundshëm ndaj zotit Rama, destabiliteti në Ballkan dhe sidomos në Kosovë do jetë i tmerrshëm. Nga ana tjetër duhet keni parasysh që zoti Kurti po thirret të dëshmojë në gjykatën speciale dhe nuk e di se në cilin datë apo në cilën muaj do të shkojë si njëri dhe si tjetri, sepse edhe sikur mos të bëhet ekstradimi, normalisht do të bëhet fletëthirrja. Skandali për në Amerikë do hapet. Është betejë personale e Trumpit, nuk është një betejë që Trumpi do ta harrojë, sepse është pikërisht se Trumpit ju a bën gropën ashtu sikur ja kanë bërë gropën Sali Berishës. Pra Trumpi nuk do të harrojë asnjë moment asnjë individ që ka ndihmuar në një formë apo një formë tjetër, dhe mos harrojmë edhe një fakt tjetër. Nuk ka rëndësi a do ekstradohet apo jo. Ka rëndësi diçka. Që kur Trumpi në 2016 ishte kandidat, Edi Rama ka bërë një gabim fatal dhe Trumpi nuk ja fal, pavarësisht që Rama mund t'i falë gjithë Sazanin.